je dëshmën, a ke bo gabim, a ke bo hajgore, pse o di malë bosha territori kuvendit. Ju dini qysh ka ndodhë krejt ajo, unë ka marrë dhe shtu para juve, këmë bo apel, mos u gëtë një 50 minuta pa us, ta gëtojmë një njeri që nuk ju vjen as juve marrë për ti. E tashti, duket se për në me e dëshmun edhe me këtë veprim që ka qenë tolli edhe propozimi i ti. Po e përsëris, është mirë me ty, a e ke di, se nuk jam i sigur që e ka ditë prej reagimit që besoj keni po dhe në kamerat mrapa. Një këtej. Në të Krasniqi thotë u paralajmëruan zgjedhjet të jashtëzakonshme që mund bëhen, a do të jetë Memri Krasniqi kandidat i PDK-s për kryeminist apo do të shkohet prapë me Bedri Hamza që kemi shkuar Ju e dini dhe unë jam i bindën që Bedri Hamza ka qenë kandidati më i mirë në garën e kaluar. Mendoj që reforma vetëm kësaj janë përkeqësu në kuptimin ekonomik dhe jam shumë i bindën që zoti Hamza do duhet të ishte në krye të kësaj qeverie dhe tash, me qenë se sa rritëm shpresoj që të jetë në krye një qeverie të ardhshme. Do ta diskutojmë më herë pas balotazhit, sepse tash fokusi, që them drejtën e partive politike është që të fitojmë këto garat që na kanë mbetë për ta konfirmuar edhe fitoren tonë në zgjedhjet lokale, me qenë se po përsëris jam jashtëzakonisht i nderuar nga besimi i qytetarëve të Kosovës që Partisë Demokratike të Kosovës ja kanë dhënë numrin më të madh të votave për parti, si vot për asambletë komunale, kemi marrë 187.526 vota, gjë që është rezultati më i mirë që kemi pasur spaku për mbi 10 vitet e fundit. As prej zgjedhjeve të shkurtit, as prej zgjedhjeve të ardhshme. Epoka e qeverisë së tij ka marrë fund dhe u dëshmua edhe në fjalimin e tij të gjatë, po pa substancë, që siç e thash edhe në foltorën e kuvendit, më shumë ishte një rekujem për qeverisjen e tij të kaluar. Fatkeqësisht, Kurti dhe partia e tij, përkundër që dolën të parët në zgjedhjet e fundit, ata nuk lanë vend as për bashkëpunim, as për dialog, as për kompromis. Fajtor ekskluziv për krizën politike, ekonomike, diplomatike, besoj që s'kam asnjë dyshim e hezitim për ta thënë askush, është Albin Kurti dhe vetëvendosja. Andaj, sa më parë që të shkojmë në hap tutje në krijimin e institucioneve të reja për të dhënë vendit kuvend funksional dhe qeveri legjitime pa Albin Kurtin dhe pa vetëvendosje, është mirë për vendin tonë. Urdhë. Andrej shumë të në takimin e cilat do thirret me presidentin, ai jeni gatshëm po në fakt që të diskutohet tema për çështjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe ai jeni të gatshëm si opozitë që ta merrni do të thotë mandatarin, pasi që juve ju takon tashmë masi nuk u bë qeveria fundit. Cilat janë gjosat apo keni edhe ndonjë marrëveshje eventualisht me parti tjera që të jeni mandatar për kryeministin? Ju e dini që nga data 10 shkurt, unë vërtet kam bërë përpjekje për t'i dhënë vendit në qeveri nga partitë e opozitës, por nuk ka rezultuar kjo përpjekje me sukses. Andaj sot ju them përsëri, e kam deklaruar edhe kohëve të fundit, nëse na fton presidenti nesër, pyetja saj do të jetë a keni shumicë tre, unë do të përgjigjem me një herë që jo dhe nuk do të tentojmë për ta bërë një shumicë tre, sepse në gjë e tillë nuk është e mundshme. Tash është evident. Albin Kurti, jo se jo, është ditë, po sot u vërtetuar që s'ka shumicë, po edhe ne partitë tjera do të vëllum nga PDK si partia e dytë nuk kemi shumicë, që fatkeqësisht i bie që duhet shkuat në zgjedhjet parakohshme sa më parë.